haramet, gjinahet të kushtohen jetën tane musliman. Njani prej shokëve të Rasulit a.s. ka thonë, sa herë e kom shkel në rregullore të fesë, e kom bani haram, e kom bani gjina, mu ka rebelu gruja, nuk mu ka bind, nuk mu ka dëgju. Thot e kom vrejt që po dënë Allahu azza wa jall më mësu me thonë, qëra robi jam, qka është, mos me të bind ai që e ki nër kontrol, e ki nër pushtetin tanë, gruja jote nuk ngan, fëmijët e tu nuk ngojnë, dhe kjo është problem shumë i madh. Do të thënë, na nuk i bind me Allahut, Allahun as provon mos me na u bind neve familjarët ton, fëmijët nuk ngan, badi hava flet. Këta ka vrejt kjo shok i Rasulit a.s. E ti në qofë se javënën menjen gjinahë, ki me pa që sa herë të bajsh në gjinahë, ngajmë qëta për vllaut tanë, pritën krye 2 dite, 3 dite, ka me të korsit ikon. Ma e men qëta, se Allahu azza wa jall nuk don me t'ilshu ty kufit e gjanë, se bane t'ilshaj kufit e gjanë, ti ma nuk mervesh ashtu kështu. E me qështu me 2-3 dite, edhe po është rrezik që s'po i kuptojmë që po na vijnë për gjinave, që to sprova, që to të lashe. Por fon, nuk do me thanë që vinë ka njerë vetëm prej gjinave, ka njerë vinë si sprovë, ka njerë vinë për gjinave. Që shtot Allahu azza wa jall, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi an-nas. Është përhap fesadin në tokë, në detin, të naund, përshka kam punu durët e njerëzve. Do me thanë, e banën e gjina të kushtan menjën tane, e ke batin e zina, të ka met në menjën tane të kushtan të njetën. E ke bani hajni, ke vjedh dhe shka, të njetën, sartë kaloj shanin të kujtohet. Ke rajt, sartë e zate që njeri të nga kanë nefësin, duka që beden që e kom rajt. Do me thanë, sartë e bajsh një shkelje, e nga kanë vetën, e nga kanë vetën, e nga kanë dikur së një qanë, këto të thanat edhe del në ur edhe hyp, ose e blen një kanop edhe. Kështu që kujdes, tije që çdo gjina, çdo haram që ke ba, e nga kanë vetën tane. Pendohu pe harameve edhe mos i përsërit. Allah na falë për gjinat tona. Edhe njëherë po tham, nuk do me thanë që gjithmonë ndodh, mirë po shpesh e vrejnë këta, plus asajna na e kem një problem se nuk mujna me vrejt për shkak të numrit madh gjinave tona se dim prej kajt për na vinë heq. Lusëm Allahun azza wa jalla na ruaj.